Volvo EX90 apo XC90. Nuk po di se cilën të vendos. Hajdeni t'ju tregoj të përbashkëta dhe ndryshimet dhe më pas vendosni ju. Kjo është Volvo XC90, SUV klasik i Volvos me një dizajn elegant dhe linja të fuqishme dhe me këto grila kromi dhe drita LED që japin një pamje ikonike. Ky model vjen me mild hybrid dhe plug-in hybrid me një motor 2 litra turbocharged që prodhon deri në 455 kuaj fuqi dhe e çon makinën nga 0 në 100 km/h për 5 sekonda. Në brendësi luksi është në qendër, materiale premium, detaje druri dhe një ekran infotainment i avancuar me mbështetje si për CarPlay ashtu dhe për Android Auto. Ndërsa kjo është EX90, SUV i së ardhmes, 100% elektrik dhe me një dizajn më aerodinamik. Me 2 motorë elektrik që ofrojnë 510 kuaj fuqi, EX90 përshpejton nga 0 në 100 km/h për vetëm 4.7 sekonda. Autonomia arrin mbi 600 km, ndërsa teknologjia e karikimit të shpejtë e mbush baterinë nga 0 në 80% në vetëm 30 minuta. Brenda ka një kabinë moderne me ekran qendror të madh dhe inteligjencë artificiale që përshtatet me stilin tënd të drejtimit. Çfarë kanë përbashkët? Komoditet dhe hapësirë për deri në 7 pasagjerë, duke i bërë perfekte për familje ose udhëtime të gjata. Siguri maksimale me sisteme të avancuara asistence dhe drejtim autonom të pjetshëm apo dhe teknologji inteligjente me ekrane të mëdha. Makinat kanë gjithashtu asistent zanor dhe lidhje të shpejtë me smartphone-in tënd. Në fund, zgjedhja varet nga ty. XC90 ofron fuqinë dhe fleksibilitetin e një SUV hibrid, ndërsa EX90 është opsioni ideal për ata që duan të kalojnë plotësisht në elektrik. Në Mectrin Motors të dyja modelet janë gati për test drive, të cilin unë nuk mund të lë pa e provuar. Pastaj do vendos se cila është e preferuara ime.